Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestat në Tiranë, për projektin e Zvërnecit, modelin e zhvillimit ekonomik, pra problemet rreth kësaj çështje komplekse që kanë ngritur Tiranën dhe Shqipërinë në këmbë këtë muaj qershor mes këtyre temperaturave të larta, që i ka arritur akoma më shumë, ndoshta mund të kemi në fund një fund të lumtur ose gjitha protestat si më parë mund të përfundoj edhe kjo. Megjithatë, ne do të flasim për ta trajtuar në një aspekt tjetër. Të radhë kemi të ftuar sociologun Begim Selishta. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit prapë që më mësafer me vendin tonë. Po vetë na ka dhënë fare kufi një padrejtisht. Ne jemi një dhe është pa kufi ky problem, kështu që si ande këtej të njëjtat shqetësime, hadhe dhe probleme, edhe nuk ka ndonjë dallim madh si shikoni ju ande edhe ne këtej edhe këtë protestë, pra na prek gjithëve. Si keni parë zhvillimin në Tiranë këto 2 javë me këto protesta? Mora shkas për zhvilluar këtë bisedë edhe nga një analizë, nga një shkrimi juaj që i krahasoni me ngjarjet në Turqi të 2013-s, por ku vendosi edhe theksin midis faktit që zhvillimi kërkon balans, por jo sabotim, pra nëpërmjet kauzave e tjera që ju do i shpjegoni më mirë dhe për publikun tonë. Kështu, fillimisht faleminderit që pe kem mundësinë tash me diskutu, me shtjellu dhe shqetësimet, pavarësisht që qëllimisht e përmena këtë kufinin e mes Shqipërisë dhe Kosovës, po dhimbjen e kem të njëjtë. Çka do të ndodh në ato dhimbjen e kem të njëjtë edhe na knena se na e ndjejmë shtetin tonë. Na nuk e shohim si shtet dytë, po si shtet tonë. Kështu që çdo protestë jo e sinqertë, dhe çdo tollovi që ndodh në Shqipëri na prek edhe neve në Kosovë. Ne jemi si këto bines siamez, domthonë pridhem kryt andej, ndjem dhimbjen edhe na këndej kufirit. Kështu, protestat çuditërisht pas një periudhe gjatë që e pa që diçka sot të funksionu, ma kujtoj periudhën e 2013-s në Turqi, kur çuditërisht filloi një protestë, po jo nga tërqet e Stambollit, po fillon nga këtë Evropa, nga këtë Ballkani, shoqë me protestu për taksimin në Turqi, po jo nga tërqet që banojshin në Turqi. Edhe manej nuk arritën qëllimin, si pasoj që protesta nuk ka qenë sinqertë. Po aty u zhvillua ajo zonë, po Turqia ka ecë shumë përpara ekonomikisht. E poni zhvillimin e vet si pasoj që këtë ka nevojë për edhe një pyetynov që mbështet politikat ambientaliste, po nuk jo pyetynov që duhet mos me zhvillu shtetin sepse prekot ambienti. Ne e dim Shqipëria, që ka qenë mas viteve 90 dhe 2000, po mos ta kish bërë zhvillimin e turizmit, që është shumë e nevojshëm. Ndërtimet shumë të mira. Ne kem shihen në Shqipëri disa faza të ndërtimit rreth Bregdetit. Domthonë, prej vitit 2000 e këndej shihet domthonë kualiteti, jam të folë edhe për kualitetin dhe për zhvillimin, edhe kushtet, edhe sa kanë përfitu pjesa Shqipërisë që jetojnë rreth Bregdetit, domthonë, edhe pjesa lartë që ka malet, edhe pjesa poshtë Bregdetit. Me gjithë kuptimin e asaj që është shumë zonë e rëndësishme, e mirë, e bukur, po nëse nuk zhvillohet, kush përfiton aty? Domthonë, nuk është ideja që veç shpes do me fitu në Shqipëri, po aty do me gjallë edhe me zhvillu ekonomikisht edhe vetë banorët. Ne jemi të pa që komplet trendi i konkurencës rreth Shqipërisë është shumë një konkurencë jo e barabartë dhe jo e sinqertë, si pasojë që ju kujtohet verën e kaluar për disa gabime që u bënën nga disa menaxhera të hoteleve, ma ne fillon turistat me gjetë vetëm dikon tjetër në Ballkan. Po ashtu edhe me çmime të lira, po edhe me hapësira shumë të mëdha dhe të bollshme. Kjo të ndodh njëjtë edhe në Shqipëri, edhe tash fillojnë qëllimisht nga dikush dashakes që nuk ja duhen të mirë në Shqipërisë, protestat, pse fillon protestat pikërisht në pikun e sezonit, kur fillon sezoni. Pra ju shikoni që ka një dorë të huaj këtu që po saboton. Realisht ashtu shihet, për cilit kanë që e shiqon, ashtu del në përfundim. Se ne nuk kemi mund ndaj fuqive që do me prish turizmin ose zhvillimin e vendit, si në Kosovë, si në Shqipëri, jo njëjtë. Ne kemi pa
por gjatë gjithë Bregdetit të marrit të zi sa është investu, me vesh me tërhek turisht. E kemi edhe pjesën e poshtme, domethënë rreth Shqipërisë, Greqi, që me çmime ka filluar me qenë konkurrencë me Shqipërinë. Domethënë çmimet i ulë sipas me marr turistë edhe nga Kosova. Edhe kjo shi i qartë që nuk kanë interes asnjë, jo interes që nuk kanë, po provojnë me pengu që mos me u zhvillu me ndërtime të bukura Shqipëria që me të heq turistë të mirë. Pra, të thoni profesor që ta nojmë pak më shumë nga zhvillimi ekonomik se sa nga mbrojtja e mjedisit. Po, ne në rregull, Shqipëria nuk e di a ka zhvillu 50% të Bregdetit, rreth Bregdetit me ndërtime. Dyshoj që është 50% e zhvilluar. Ose nuk e ka arrit as maksimumin e maksimumit që do të me zhvillu Bregdetin, rreth plazhe me pas ndërtime ku turist me gjetë veten si pjesën ku ka plazha me gur edhe pjesën me rër. Po si do shoh, besoj që ka dhe laguna ka të mjaftueshme Shqipëria që nuk ka nevojë për një lagunë me bëjë gjithë kjo zhurmë. Veçanërisht nëse është në pyetje për një investitori që vjen nga vula e Trumpit. Domthonë një vulë që është pe Trumpit që është një multimiliarder, një ekonomist shumë i serioz, edhe që e zhvillon çdo vend ku ka shku ne dim që secili investitor i llogarit përfitimet e veta. Po në kotet përfitimet e veta përfiton edhe vetë vendi ku i ka bërë të ndërtime ato zhvillime. Domthonë janë tatimet apo vende të reja të punës, po zhvillime të tjera. Pra vura e Trumpit është një garanci jo vetëm ekonomike, po një siguri edhe mbrojtje edhe me gjërë, aq më tepër edhe në këto kohë tani. Po, ne duhet me marrë shembull çore domthonë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku kemi Abu Dhabin edhe Dubai. Ata nuk kanë asnjë industri tjetër pas një naftë që nuk është ka vende tjera, po me turizëm, domthonë turizmi është ai që ka zhvilluar Dubai. Domthonë nëse pyet cilin do që pyet qytetar të botës për Dubai, ai mendon për turizmin dhe zhvillimin e ndërtimeve të bukura që ka Dubai. Dhe pa që shkon mendje shkulla. Po, nuk as që mendon naftën ose gazin, po mendon veç ndërtesat e bukura, zhvillimi i turizmit, edhe hapësirat e bukura. Pajtohuna që duhet me pas shumë kujdes në secilin investitor që bën investime, edhe kushtet e investimit, edhe përfitimin i shtetit, domthonë tatimet edhe marrëveshje tjera. Po duhet prapë me trajtu një ligjore nëse koncesionin dikujt. Mos unë prapë ta them është mos a bëjmë njëjtin gabim si Kosova që ka bërë njëjtin gabim, domthonë e kanë gjetë një investitor për zhvillimin e energjisë në Kosovë, domthonë për Kosovën me një termocentrale të ri, domthonë ndërtimi i termocentralit të ri ka qenë marrëveshja 3 deri në 4 vite. Domthonë jam të fol vitin 2018-2022 ka pas me u përfundu, ndërsa ne sot 2026, 3 vitet e fundit, Kosova ishte dalë me 5 miliard plus fitime. Domthonë jo që se kemi fillu, po kanë pagu penaltia si pasojë që ja kanë ulë punë gjys investitorit amerikan. Domthonë ne sot ishim me 5 miliard euro plus. Kush ka humbur? Nuk e humbur Kosova. Ne e dim që në Kosovë fillu me bë disa protesta nga disa që të ndryshme, të dyshimta për ndalimin e Kosovës se po bën dotjen e ambientit. Realisht Kosova ka qenë e projektuar me gjitha standardet më të larta evropiane që mos mendohet ambientin. Tash ç'lla logjika? Termocentrali që është ndërtuar vite 60-70 është më e mirë apo ky që ndërtohet tash me standarde. Plus ne kishim përfitimet marramense shtetërore, domthonë ka qenë aksionet kanë qenë nëse nuk gaboj 50% me investitorin, por 25 deri në 30 vite koncesion. Domthonë me shku me 50% më nej mi kalu shtetit Kosovës sa investim. Tash logjikisht kush ka humbur? Kem humbur ne si Kosovë. Pavarësisht që edhe në Kosovë erdhën disa që të dyshimta nga jashtë Kosovës dhe nga bashkëpunim me disa që prej Kosovës, pa disa ndërhyrje edhe politike, edhe sot u pengu. Kush shet rry mas shumë në Kosovë? Shet Serbia dhe Bosnia. Pra njëta analogji vlen edhe për këtë projekt, thoni ju, që kush do përfitojnë nëse nuk do bëhet?
ideja është që të pyetja a ka ngrit dikush, se kush përfiton, kush humbet dhe kush përfiton. Unë shoh shumë protestues të ri në rrugë në Tiranë që nuk besoj që ato protestues që kanë haber se për çka u ndonë në rrugë. Profesor, me që jemi këtu për të bërë një analizë edhe me gjërta asaj në tjetër këndvështrim nga ana sociologjike, si e keni parë protestën, pra për te aspektit ekonomik, modelit biznesit, politikës e tjera. Thirrjet, pankartat, secili me problemet e tij që ngren atje, nivelin por edhe të komunikimit e kauzave që ngren, mbështetjen nga Kosova, nga Maqedonia të shqiptarëve, në tërësi. Ndërruar balla, shumë e thjeshtë kjo punë. Unë po pankarta të ndryshme, unë e di që ka pakënaqësi politike edhe ande edhe këndej. Ama pakënaqësi politike nuk mund më reflektu me një ndërtim në një objektit, një biznesit saktu. Po pyetja është, nuk është kush pe udhëheq vendin. Kush pe bon opozitën do të më qenë pyetja. Opozita apo ofron argumentet mjaftueshme sepse ndrrimi i pushtetit, çysh bëhet ndrrimi i pushtetit? Jo që unë i du me marr, po ndrrimi i pushtetit bëhet me diçka më të mirë, jo me diçka të ngjashme. Ndrrimet e pushtetit në gjitha qeverisjes demokratike ose republikane, domthon pe senate të ndryshme, shkohet shumë thjesht. Nëse bëhet ndrrimi politik, me kanë do të më ndrru. Realisht duhet të zgjidhet diçka më e mirë, jo diçka ngjashme ose edhe më adopt. Për atë arsye, vendet domthon opozita do të më qenë më atraktive. Ky do të më qenë atraktive me njerëztrim politik, jo me politika, më thojza thënë, me politika të reja, po me njerëz të vjetruar. Sepse secilin politikan të vjetër e një populli. Për ata nuk e besimin sa ai kërkon me pas besimin. Për atë arsye, unë prapë mendoj që në Shqipëri kauza politike duhet me qenë më sinqert, duhet me ofru, opozita duhet me ofru diçka. Ne e kujtojmë kur është bë kalimi i politikës prej kryeministrit Nano tek Berisha. Po e dim sa kauza politike e ndërtu, sa problemet politike e ngritën, sa problematika të ndryshme janë diskutuar kur ndron pushteti. Mane o testu qeveria e Berishës, nuk ka pas zhvillim shumë madh Shqipëria. Unë e kujtoj shumë mirë vitin 2000, isha me shok që kem studiu jashtë vendit, ishëm te pjesa Pogradesit, për kem bu kalimin pe strugës e orit në Pogrades, ka qenë mjerim ajo pjesë. Jem të fol vitin 2015-2016. Po 2018-19-20, ndrymi ka qenë ndryshimi i rrugëve infrastrukturës në ato pjesë. Domthon deri te pjesa Voskopojës, që ndryshim pozitiv, nëse dikush do me shku për turizëm edhe pjesën e sipërme. Tash, nëse do me ndru një pushtet, me çka duhet me ndru? Me oferta të sinqerta edhe të pranueshme për qytetarëve. Sepse ne e kuptojmë niku ka qenë ndërtimi i infrastrukturës, ndërtimi i objekteve. Tash, çka vjen politik, vjen mirëqenia. Sa kanë diskutuar për mirëqenien? Domthon, vendet e Ballkanit janë të tkurë me popullat të re. Si Kosova, si Shqipëria, 2020-2026 mundi me shiqu domthon mbi më pak se 30% lindje kanë pasur këto 2 vite. Kush e kanë ngrit çështjen e investimeve tek çiftet e reja, edhe mbështetja çiftet e reja. Çka më mbështet çiftet e reja? Çiftet e reja është më mbështet financiarisht. Mi u dhon përparësi në punësim me çiftet e reja. Domthon Gjermania ka një ligj shumë atraktiv. Atë çiftet që individ që të pamartuar nuk kanë përparësi në punësim, po ashtu edhe kanë tatimet më të larta i paguaj. Çiftet e reja, domthon të sapomartuar, ato që kanë një fëmijë 2 ose 3, deri në 85% të tatimit janë të liruar prej shtetit. Mane janë të liruar prej tatimit që i paguajnë shtetit, mane edhe marrin benefite për secilin fëmijë që është i lindën, domthon edhe për prind është pak një lehtësim për me kriju gjenerata të reja. Tash ky problematik nuk ka vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, është krejt Ballkanin. Po ne domthon ne secili e vajtojmë dhimbtën personale. Dhimbta jonë është që ta pjesë a kanë ndërtu diçka si Shqipëria, si Kosova, jo, nuk kanë ndërtu politika atraktive për gjeneratat e reja. Nuk është shumë lehtë këto gjenerata që janë me punu pas 15-20 vite kush do të jetë në Shqipëri ose në Kosovë. A kanë menu, nuk e kanë menu.
Ne shumë det më zavensu me popullat për Indonezisë edhe vende të ndryshme. Ama sa na levërdis neve. Kur ke mundësi mi ngrit kapacitetet edhe zhvillimet humane tonat. Ne këtas nuk kem të menu. Shumë let me unë i kom po në këtë vendet e Ballkanit kam fillu me dëpërtu punëtor, krop, jo veç krop edhe artizanale të ndryshme prej Indonezisë, Pekinës, prej Turqisë, prej Arabisë, prej Afrikës, ana levërdis kjo kur ke mundësi na ngrit kapacitetet tona. Nuk na levërdis, na jem shtetet vogla. Ne kem ëndrat e mëdha, po i kem shtetet e vogla, edhe popullat kem pak. Tash ne nuk muj me ushty me Gjermaninë që bën rigjenerimin e popullsisë si pasojë e plakjes, domethënë që shku afër 48 vjet matutje Gjermania. Gjermania bën rigjenerimin e popullsisë me popullat që shkojnë pe vende të ndryshme, po popullat mendore ka mbi 70 milion, 75 milion janë gjerman. Tash sado që merr popullat rej pe jashtit, prap përqindje nuk e lëviz në raport me gjermant. Ndërsa në Shqipëri me të ardhen 200-300.000 punëtor për jashtit, balansi është shumë i lartë. Domethënë shkon deri në 30-40% që janë prej që jetojnë në Shqipëri punëtor të jashtit. Kjo është një shifër shumë e madhe. Njëjtën shqetësim e ka Maqedonia, njëjtën shqetësim e ka Marizia dhe Kosova. Po nuk e ka Greqia dhe edhe Turqia kjo shqetësim sepse kanë mbulu këto pjesë me benefite që jep popullatës vet, domethënë prindve të ri. Nuk ka prindëri me mosh, po prindëri domethënë që krijon familje të re, edhe që ka fëmijë. Domethënë për secilin fëmijë, çka kushton shtetit më jap benefite deri në moshën 16 deri 18 vjet. Në secilin vend të botës, prind kanë të drejtë me përfitu që ja leton gjendjen ekonomike të secilit prind. Ose një nanë që nuk punon me marr si lehon me marr një pagesë kundrejt asoj që të rrit një fëmijë, është normale sepse shteti përfiton për atë individi, jo vetëm ajo familje. Ne kemi llogarit një kohë gjatë që lindjet janë përfitime të familjes, jo të shtetit. Pra, ne kemi mendsinë çka është e shtetit, nuk është e jonjë edhe nëse prishet nuk është shumë e rëndësishme. Sepse shteti nuk ka ndjenjë, nuk e ka ndan ndjesinë me ne që shteti edhe populli janë një. Ne këtu do të fokusohemi që shteti edhe popullata janë një, sepse shteti nuk ekziston pa popullatën, po dhe popullata pa shtetin është popullatë e humbur. Këtu ne duhet të kemi shumë kujdes të ruajmë shtetin, sepse Shqipëria e ka fatin e 97-s. Domethënë gjitha kazermat, humbjes që ka pas në 97-ën janë të pariparueshme sot. Ajo gjenerat e din shumë mirë. Ne jemi gjenerat më të rej, pa ajo gjenerat që janë të rritën e din çka është në 97-a, sa ka kthy mbrapa Shqipëri. Edhe interesat nuk janë kund Shqipërisë me thy kazermat, po interesat kanë qenë të vendet si Serbia edhe Greqia me u shkatërru Shqipëria sepse ju ka dhënë më shumë se 30 vite edhe ende nuk i ka riparu ato dhimbje që i ka dëmtuar të 97-s, si me humbje tjetës, si me humbje ekonomike, humbje ushtarake, edhe infrastrukturën që ka pasën shtrirjen e kom pa edhe shinat e Kurullës janë humbur, janë shi, për skrap janë shku. Kjo tregon që nëse kalon xhaxhe në verat, atë pasuni, ai nuk është e xhaxhit, po kon me ndjerës aty në qytetarët që kanë jetuar çat periudhë. Ajo mbo me ndjerës në qytetarë, nuk u bë me paret as të xhaxhit e në ver, as të Saliut, as të dikujt tjetër. Po ato mbo me ndjersën e asaj popullate që ka jetuar çat periudhë aty me gjithë ato mundje sakrifisa që është bo ajo ndërtim. Bunkerët e Shqipërisë nuk janë të shtetit ose të regjimit, po janë ndjerës e popullit që ka jeton në Shqipëri. Edhe atyre individëve që kanë jetuar gjatë kohë, që kanë ndërtuar. Për atë arsye, rënimi se cilit objekt shtetëror është i dëmshëm, ose zhvillimi se cilit projekt madhor për shtetin është mirën e shtetit. Po veç duhet mi këshyrën legjislacioni se si e kanë përpilu kontratat dhe marrëveshjes mes kompanive dhe shtetit, dhe ku është benefiti, sepse ti nuk mund me u falën sa në kitë pa përfitime, po duhet me pas edhe benefitet e shtetit, domethënë sa përqind shteti përfiton pe ati investimi që është bo, po ju mi u falën për të njëtën, po mi u dhe jap me konsenzion. Ne kem Norvegjin, e marrë shembull të suksesit. Norvegjia, dikun periudat e larta, kur e ka zhvillu, kur e ka hulumtu dhe ka gjetë që ka naftë dhe gaz në Norvegji, kapacitetet norvegjeze nuk kanë qenë të mjaftueshme mi zhvillu nxjerrjen edhe përpunimin e gazit dhe naftës që ka,
çka ka bën Norvegjia? Marrëveshjen e ka bën me kompanitë amerikane për prej 30 deri në 65 vite ose 80 varësisht prej investimit ka bën marrëveshje konsensionale që domthonë mas 30 vjetë mi kalu shtetit, mas 50 vjetë ose mas 60 vjetë varësisht për pusit edhe investimit që ka ndodhen. Sot Norvegjia o një për shteteve më të pasur shkoku i këtynove investime. Kapacitetet e veta norvegjeze nuk kanë qenë të mjaftueshme për me zhvillu atë pjesë, po kanë zgjedh kompani të mira dhe serioze me konsenzion, kanë përfitu kompani që kanë investu, po njëjtën kohë ka përfitu edhe vetë shteti norvegjez. Për atë arsye, kompani që investojnë, ose një që kemi edhe gazin, naftën në Shqipëri, sa kanë përfitu për e tyt. Edhe nëse vjen një kompani serioze për nxjerrjen edhe për punimin e naftës në Shqipëria, duhet me shu pretesa, duhet me u gëzu nëse bën me konsenzion për një periudhë caktuar me u kthy shtetit. Sepse Shqipëria fiton, edhe në aty. Po edhe te turizmi, vetë Shqipëria do të me përfitu, domthon me sa përqind të aksioneve ka përfitimin, e jo të me ushu me pengu, me e shef ke dikon një plak një ëndër ka qenë tokë e gjyshit tim, edhe në kompas ndoshta katra gjyshi mi ka pas do toka, po kanë metën i ka marrë Serbia tash pse s'po shkojmë me protestu, me gjithë ato banorët me protestu në Serbi, pse s'po kthen popullatës Kosovës ato toka që e konfisku para 1887-s. Domthon, a u ngritë herë kjo shahë dhe me shku me protestu, po shkojmë pej Serbisë, e pej Maqedonisë, e pej Bullgarisë, më falni, pej Morizim me protestu në Shqipëri. Po pse që të protestues nuk po shkojnë me ngritë çështje që i keni zhvendosur me miliona qytetarë të Kosovës që kanë jetuar deri në rrethinat e nishit që jetojnë tash mbi 7 milion shqiptarë në Turqi. A ka protestuar dikush me kthy ato prona që kanë në Serbi? Jo. Ku janë çdo protestues ambientalistë të sinqert që mirët me letërsimin e pronave që i ka marrë shteti. E njëjta politikë vlen edhe për Shqipërinë. Duhet të kenë shumë kujdes sepse dami mund me qenë i parushëm. Profesor, unë falenderoj shumë për bisedën edhe për mesazhet dhe sidomos mbi gjitha edhe për alarmin që jemi duke përjetuar gjithë për sa i përket shpopullimit, që duhen me të vërtetë që të merret ato masa që ju u thatë pak më lart dhe uroj që këto mesazhe të bien në vesh edhe të atyre që kanë dorë vendimarrjen. Sa nuk është vonë. Ne duhet me secilin vendim, secilin diskutim, duhet ta bëjmë diskutim të hapur. Se shumë lehtë ne mund me ataku secilin qeveritar. Kështu në protestues mund ra për shtypje disa interviste me protestues, asnjëri prej gjeneratave të reja që kanë qenë 9-18 vjet nuk e ka pas idenë pse është në protestë, edhe për çka po protestojnë. Saqë kom dëgjuar edhe pe më të këqija ide që kanë qenë pse u dalën në protestë, por nuk u dalën me çat kauzën që po thonë për mbrojtjen e këtyre dhënjes toka me konsenzion. Ne këta duhet ta kemi në herë qartë. Është dallimi shumë i madh, më ju fal dikujt edhe më ajo me konsenzion për vite caktuar. Dallimi është shumë i madh. Edhe unë e kuptoj që ne jemi shtet në zhvillim, lyp sakrifisa, po nuk është e lehtë kjo sakrificë, po duhet me u mësu me dash shtetin, sepse shteti është i joni, po dhe shteti duhet me u mësu me çmu popullatën e vet që jetojnë aty. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit shumë, mirupafshim, mirë u ndëgjofshim.